Përshëndetje miq të dashur. Me këtë video do i tregojmë së bashku opozitës se çysh duhet me qeverisë në 2026, që mos i përsërit gabimet e 2025. T'jam dëgjojmë gabimet, ju lutem, edhe shkojmë. Ministra, sekretar, qeveria, një qeveri kurdi. Për mu si në veç, një shep si në veç kurdi një ajta. A do me tërgu diçka, kështu sinqeresht. Unë bashkë hiç problem nuk e kam nisën serbe. Unë krej luftën me Albin Kurtin e tonë. Albin Kurti nuk do t'jetë më kryeministër, sigurisht që jam e bindur. Nësë po viti sa kini qef, po viti qasat. Qefi është. Albin Kurti nuk është më kryeministër mas 28 vjetorit. Enver Hoxha po ta ka. Po pysa kini qef rësa, po si para që të ndodhë që Albin Kurti nuk është kryeministër mas 28 vjetorit, që qytetarët do të votojnë në mënyrë masive Partia Demokratike e Kosovës. Në një zgjedhje, absolutisht kur më kryeministër më ditën që të shpallën zgjedhjet Albin Kurti s'do t'jetë. Po ishte vetëm, ishte poteri, çfarë duhet? Këtë ishte këtu. Që kryeministri Kurti nuk do të jetë më kryeministër. Unë mendoj dhe kam bindjen për këtë. Kush do t'jetë? Kush do t'jetë? Albin Kurti nuk i ndihmon as Zoti. Veç për Ramushën, kritikat e kom për gjithë, po një kritik për Ramushën. Ramush, bablok të eshite qakoren. Albin nuk të qujti, po përën me Sërbin. Ti dashte me adhën du të balës një komunë, që mas 50 vjetë me nga qitë probleme, sikurista serbe, në Talip Krahin. Unë nuk e diti kur merë në farë, që shme thonë, aktiviteti për me bot diçka ose në farë vendimi, a me ndonë hiq ajo. Veç hajtë jepë që së gale, se që ta shë së gale, ma vonë qka? Kua qa korre? Plus dhe që du të balis me jadon një komunë. Kua du të balit tash? Ka thonë plesht, 3 herë me no, e 1 herë fol, ose 1 herë fërmos. Ju e tjerve, opozit, keni kujdes, se me këto, që keni po dhe 25, 26 për kalën e pragën prap, mos arani, mërgata kësajde. Populli Kosovës është asajde, u zgju populli për gjumë. Miq, ju dua shumë, kryeministër, respekt, presidente, ju dua gjithë, prej presidentes, kryeministrit, parlamentar, popullim i dashur me zemër. Vesh janë nisën pam pum. Respekt për secilin, urime e gëzuar.